Okej. Mëngjes herë. Sot menduam që të kemi informacion për sa u përket investimeve të rrugëve në 4 njësit. Tashmë ne dim që vazhdon investimi në 418 rrugë bashkë me rrugica në të gjithë territorin, në barabartë me 76 km. Me sa kam informacion, këto përfundojnë, mos gabohem, brenda muajit qershor. Brenda muajit qershor. Atëherë kanë mbaruar mbi 70% e këtyre rrugëve dhe shpresojnë, duke parë dhe ecurinë e procedurave për investimet e planifikuara për vitin 2026, ku kemi 369 rrugë dhe rrugica në të 4 njësit me 78.4 km. Pra në fund të këtij viti, ne përfundojmë afërsisht 160 km dhe mbi 750 rrugë dhe rrugica. Besoj tani këtu me çdo ngjyrat I kemi ndarë ndër vitet atë siç janë investuar, ta janë rrugë këtë janë hepur për 2026. atëherës. Ngjyra jeshile. Ngjyra jeshile janë Është të 2020 gjitha rrugët që fillojnë brenda muajit korrik. Korrik gusht, me thënë. Okej, korrik gusht, manë të gjithë territorin e bashkisë Kanës.